3 vrasje me thik në Durrës, Tiranë e Berat tronditën vendin këtë të martë, e para si krim në familje, e dyta pasojë e bullizmit në vendin e punës dhe e fundit për një xhiro me kal. Në Durrës, Pjetër Kodheli, 69 vjeç, mbeti viktime e sulmit nga i biri 25 vjeçar, i cilësuar nga policia si person me probleme të shëndetit mendor. Krimi u shënua pas mesditës së kësaj të martë, në banesën e familjes në Shkallnur, ndërsa autori u vu në pranga pas rreth 2 ora rrati në zonën e plazhit. Nga rindërtimi i ngjarjes mbi bazë të provave e dëshmive, atë biru përfshin në një konflikt që përshkallëzoi në sulm me thik, por motivet mbeten ende për tu konfirmuar. Fqinjët e familjes Kodheli me origjinë nga Mirdita, por të zhvendosur në Durrës, treguan se i riu kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer nga emigrimi. Ata thanë se nuk ishin në dieni të problemeve të shëndetit mendor, por shtuan se 25 vjeçari nuk ishte i qetë pas humbjes së nënës. Ai tani është kthyer, Ai është ti që Në Tiranë, ndërkohë, konflikti në punë mes një kuzhinieri dhe një picieri u shndërrua në krim. Viktima është Indrit Ismailari, 34 vjeç, ndërsa autori i vrasjes, Filip Shehu, 41 vjeç, u arrestua nga policia menjëherë pas ngjarjes, siç tregojnë këto pamja. Ngjarja u shënua në kuzhinën e një lokali në komunën e Parisit, ku 2 burrat u përfshin në një sherr që përshkallëzoi në sulm me thik. Indrit Ismailari u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, ku ndërroi jetë për shkak të plagëve që kishte marrë. Autori i krimit Filip Shehu në dëshminë e parë në polici mësohet të ketë thënë se shkak për konfliktin ishte bullizmi ose talljet që 34 vjeçari i bënte në ambientin e punës. Ekspertët e policisë fiksuan prova në vendngjarje dhe morën dëshmitë e stafit të lokalit për zbardhjen e plotë të dinamikës dhe motivin e sherrit që përfundoi me vrasjen në kuzhinë. Keli Hoxha, një 42 vjeçar nga Tirana, u vra në Berat po me thik nga 64 vjeçari Kristo Mema. Krimi u shënua në lagjen Kala, ndërsa burimet thanë se konflikti që përfundoi në krim nisi për shkak të një kali, me të cilën autori ofronte xhiro për turistët në zonën e Kalas. Autori, sipas burimeve policore, ka precedent penal për një vrasje të mëparshme me thik në Greqi.